Tani në Këshillin e Evropës prej 47 shteteve, 34 prej tyre ka njohur shtetin e Kosovës, do thotë 2/3. Kosova ka plotësuar angazhimet dhe kriteret për aplikim për antarësim. Shpresojmë që në mënyrë të koordinuar me partnerët ndërkombëtar të aplikojmë në 3 muajshin e parë të vitit të ardhshëm. Duam besojmë që aplikimi ynë nuk do të ngjallë ndonjë debat të panevojshëm në Këshill të Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë prej aplikimit deri në antarësim, duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve tjera të Evropës juglindore. Por ka mbetur që gjithë angazhimet tona i kemi të koordinuara me vendet mbështetëse, gjithashtu edhe me sekretarin e përgjithshëm zotëri Jaglandin. Është diskutuar edhe për nevojën e nxjerrjes së legjislacionit të nevojshëm për formimin e gjykatës speciale, si dhe ligjin për pjesëmarrjen në luftrat e huaja, për shkave që kemi proceduar tash si qeveri përsëri në Kuvendin e Kosovës. Natyrisht kemi diskutuar për reformat e nevojshme që duhet ne të ndërmarrim si shtet dhe mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian që do t'i japë qeverisë e Kosovës dhe gjitha institucioneve të vendit tonë.